Vranë shqiptari në Angli, gjykata e Londrës jep vendimin për antarët e grupit Savite Burg dënohen. Muhamed Sadiq Khan, 24 vjeç, është dënuar me burgim të përjetshëm nga një gjykatë britanike për rolin e tij në vrasjen e 26 vjeçarit Anselam Senaj në Londër. Senaj u godit me thik teksa ishte ulur në pjesën e pasme të një taksie në lagjen Newham në 11 nëntor 2022. Sulmi i cili ndodhi pasi taksia u fut në qoshe nga një automjet i vjedhur dhe në të cilin personat maskuar sulmuan viktimën, sipas policisë lidhet me një konflikt brenda botës së drogës. Senaj ndroi jetë në vend, ndërsa pamjet ronditëse tregonin taksistin duke dalë i qetë gjatë sulmit. Roli i tij i saktë është ende nën hetim. Pas vrasjes, Khan iku në Amsterdam, ku arrestua nga policia holandeze në 4 dhjetor 2022. Ai u ekstradua në Mbretërinë e Bashkuar në fillim të vitit 2023 për të përballur me gjyqin. Përveç Khanit, u dënuan edhe Muhamed Samiul Miah, Ibrahim Naim dhe Zaim Ali Mial, dhe u dënua gjithashtu me burgim të përjetshëm Ali me 14 vjet dhe Naim me 10 vite gjysmë burg. Sipas shërbimit të prokurorisë kurorës britanike, ishte një atentat i planifikuar dhe i pamëshirshëm me prova mjekoligjore si shenjat e veshjeve dhe të dhënat e telefonit që konfirmojnë përfshirjen e 4 të dyshuarve. Detektivi Britt Hagen e quajti vrasjen brutale dhe gjakftohtë dhe theksoi se Senaj nuk kishte asnjë shans për të mbrojtur veten. Ai vlerësoi bashkëpunimin e shpejtë ndërkombëtar midis autoriteteve britanike dhe holandeze që çoi në arrestimin e Khan. Sipas Hagen, ky rast nënvizon rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar në luftën kundër krimit të organizuar.